Kesha, për shëndetje, unë sot mendoj që kam organizuar një set që do pëlqejet shumë nga ju, sepse përmban gjëra të gjitha funksionale, shumë të bukura, të nevojshme dhe me çmim super ekonomik. Një set që përmban edhe çantën Mami's Bag, që vjen në vlerën 150.000 lekë. Ky set është i përshtatur për sezonin që neve po na vjen. Unë kam sjellur këtë kostum kaq të bukur, i cili vjen me tut bluz, që përbën një nga kostumet, dhe kam shtuar body extra në mënyrë që të jetë sa më e plotësuar. Ka brenda një tutin që përbën veshjen e dytë plus badin. Për ta plotësuar me veshje kam shtuar një set të tillë që përmban badin plus tutat plus kapuçin dhe lexon Cute Baby. Te ky komplet neve kemi të përfshirë një kapuç, një këmish fati, dorezat, një palë çorape, një bushore dhe një guvert të pambukt që mund të përdoret si veshje e parë, pra ju sillni një të tillë plus kuvertën për ta bërë atë një veshje të parë, ose veshjen Cute Baby si të doni juve. Për të qenë më të sigurt me veshjet e bebushit, unë kam zgjedhur me këto motive një batanie e cila vjen mesatarisht e trash, plus kuverta e pambuku që është këtu. Kam shtuar në këtë set 2 palë të çorapeve dhe një palë i kishte seti. Doreza, këtu janë 3 palë në paketim. Kam zgjedhur një set të tillë që përmban kapuç, dorezë dhe gushore në mënyrë që të na bëhen 3 kapuça, 2 gushore dhe doreza që bëhen 4 palë. Kam shtuar një kordel të tillë, duke qenë se është menduar për goca dhe seti nuk e kishte një kordele. Kemi vendosur një nap të tillë që mund të përdoret për shtrim ose mbulim te koshi i maternitetit, një peshqir 100% të pambukt. Kam vendosur setin me 10 peceta nape. Kam vendosur çuçinol silikon së bashku me biberonin, e kam zgjedhur plastik por 100% me BPA free në këtë rast, po të Suavinex, dhe kam vendosur këtë kombinimin fantastik nga Bambo Natyre që përmban pelen, bebelin dhe kremin e pelenës. Plus dhe Mama's Bag. Tani unë do t'i palos gjitha, do t'i demonstroj te kjo çanta dhe i gjithë si kombinim shkon 150.000 lekë. Më ndiqni për të parë rezultatin. Tani unë që paketova sa munda dhe ky është rezultati final. Një Mama's Bag e mbushur, gjithsesi dua të theksoj paraprakisht që një pjesë të produkteve i kam futur me kuti, siç është kjo. Këtu jashtë kam vendos kremin, biberonin edhe çuçin. Këtu kam vendos letrat e lagura që të hapet xhepi më kollaj. Këtu kam vendosur të gjitha produktet, siç e shihni një pjesë janë akoma me paketim, kështu që do të thotë që zën më shumë vend. Këtu është guverta, çorape, kapuç, doreza, këto gjërat, dhe duke qenë se nuk mund ta hap pakon e pelenave, kam futur gjithë pakon. Ju nuk ju duhet e gjithë pakon, gjysma e kësaj pakos ju duhet. Këtu është batania, ky është xhepi i gjithë aksesorëve, këtu janë napa, këtu ka një xhep tjetër për gjërat vogla, dhe këtu janë 3 veshjet. 1, 2 edhe 3. Në fund fare kam shtuar peshqirin. Pra, gjithë ky super paketim dhe super kombinim ju vjen i gjithë në vlerën 150.000 lekë. Faleminderit.